Normalisht ka shumë faktor edhe duhet me ditë qëllimin se çka dëshiron me përdor. Nëse tentojmë do thot për qëllime biznesore, apo që kemi business to business apo business to client, që është B2B ose B2C, normalisht platformat më e fuqishme është LinkedIn, sepse edhe quhet platformë profesionale e rrjeteve sociale. Ndërsa këto tjerat, ajo nuk është platformë me përdor për zbavitje ose për me shiku ndonjë humor ose shaka ose ndonjë çfarë do qoftë. Mirë, po nëse dëshirojmë për zbavitje, platformat më të mëdha momentalisht mbeten, do thotë është TikToku, cilat shumica i tërheq edhe moshat e reja, edhe moshat cilat apo audiencën cila është më shumë për zbavitje. Po e njëjta ndodh edhe tek pjesa e YouTube Shortsave. Do thotë të dyja prim, por edhe Instagrami pastaj është tek Instagram Reels, edhe Facebooku ka një audiencë, ndërsa te pjesa e Twitterit apo tash quhet X, ajo mbetet një platformë shumë interesante ta quaj, që kryesisht i ka bazë apo qëllim gazetarët, gazetat, informatorët, edhe që përdoret më shumë për pjesën e lajmeve ende, do thotë edhe ka ruajtur identitetin e vet. Tani, ne e njohim si më të parën Facebookun, pastaj shumë prej tjera janë plasuar pas Facebookut. Po, mendon që e kanë lënë në hije, apo akoma Facebooku ka shumë për të ofruar si platformë? Dhe thash më herët, është shumë vështirë me mujt Facebookun, sepse Facebooku është një ndër rrjetet sociale vetme që ka mos mbrojtëse. Do thotë çdo rrjet tjetër social bëhet apo mirëmbahet në atë mënyrë që me majt Facebookun të parë. Edhe Facebooku ka mbi 1 miliard përdorues. Por po ashtu TikToku ka mbi 1 miliard përdorues sot. Njëjtë ka edhe LinkedIn, por LinkedIn është më shumë për individ dhe biznese. Ndërsa Facebooku prapë është një ndër platformat më të fuqishme që integron çdo ditë inteligjencë artificiale, që bën eksperimente, që hedh produkte të reja, dhe njëkohësisht është platforma më e suksesshme që krijon revenu në fund të vitit. Andaj është shumë e vështirë me mujt një farë mënyre Facebookun, sepse i ka numrat, i ka të hyrat, edhe një farë mënyre ka pare. Ndërsa njëjtën e ka si mas mbrojtëse e përdor Instagramin, nëse ti dëshon me mujt Facebookun, s'pari duhet me mujt Instagramin. Pastaj edhe nëse dëshon me një farë mënyrë me mujt Instagramin, duhet edhe WhatsAppin. Pastaj kur është bledh Twitteri, që u emrun e X, me njëherë ata e lancun një produkt të ri që në atë kohë quhet Threads. Do thot, për me mrritë Facebooku, ju duhet me i kalu disa barriera që me ardhë dhe më thonë, okej, ti e kompetitori den për neve tash, si që ka bo TikToku. TikToku ka qenë një revolucion, por revolucion nuk ndodhin çdo ditë.